Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit, ditën e sotme u mbyll seanca paraprake për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj. Seanca e sotme është shoqëruar me debate mes Veliajt dhe gjyqtares Televa Deda, për të cilën kryebashkiaku i Tiranës pretendon se kjo e fundit nuk e ka lejuar që të mbrohet efektivisht me mjete të garantuara nga ligji. Seanca u zhvillua mes debateve, ndërsa Veliaj braktisi sallën me pretendimin se nuk u dëgjua nga trupi gjykues. Avokatja e caktuar kryesisht nga shteti, Valentina Teodorescu, kërkoi sërish kohë për të njohur me aktet e dosjes. Kërkesa nuk është marrë parasysh nga gjyqtarja e çështjes Televa Deda, ndërsa Veliaj ka kërkuar përjashtimin e saj. Pas largimit të Veliajt, seanca vijoi derisa palët përfunduan dhënien e konkluzioneve. Seanca e radhës është caktuar me datë 9 shkurt, ku pritet të jepet vendimi për çështjen e Veliajt, nëse do të kalojë ose jo për gjykim.